Shikues të nderuar të Channel One, përshëndetje. Mirë se erdhët në hapësirën Aktualitet. Në fakt, sot të kemi të ftuar specialistin e ekonomisë, njëherëzi edhe drejtuesin e Qendrës për Studime Ekonomike, zotin Zef Preqi. Në fakt, do të flasim me të për çështjet më të mprejta të ekonomisë shqiptare. Zoti Preqi, përshëndetje dhe faleminderit që pranua ftesën për të qenë pjesë e hapësirës Aktualitet. Përshëndetje dhe faleminderit që më jep mundësia të komunikoj me teleshikuesit e televizionit tuaj. Faleminderit. Atëherë do ndalemi e pa humbur kohë pikërisht në pyetjen e parë, e cila i referohet disa të dhënave që ka nxjerrë pikërisht Instituti i Statistikave në lidhje me rritjen ekonomike. Është thënë pikërisht, është bërë një publikim, është dhënë një shifër që konstaton rritjen prej 3.8% të ekonomisë shqiptare. Në fakt, në gjykimin tuaj, sa reale janë shifrat që publikohen era herës pikërisht nga Instat? Problemi i besueshmërisë së dhënave statistikore që përgatiten nga institucionet shqiptare është një problem i vjetër sa vetë tranzicioni. Natyrisht, askush nuk mund të përjashtoj vullnetin apo dëshirën e Instatit si institucion publik qeveritar për të ofruar një panoramë optimiste, masi një pjesë e mirë e politikanëve nisen nga perceptimi që thuaj mirë se mirë do të bëhet. Kështu që në këtë kuptim, përtej dyshimit do të bashkohem me kritizerët e besueshmërisë së dhënave, për të dyshimit duhet pranuar që është pozitive, është në dobi të ekonomisë shqiptare që ka patur rritje ekonomike. Ndërsa për shifrën, kjo është çështje diskutimi që lidhet sa me metodologjinë, as edhe me vetë procedurat që janë ndjekur në nxjerrjen e këtij treguesi. Gjithsesi duhet pranuar që Instituti i Statistikave ka obligimin kushtetues ligjor për të prodhuar të dhëna mbi ekonominë shqiptare dhe në të njëjtën kohë mendoj se duhet të heqë dorë nga praktika që të dhënat i publikojnë Instati, i jepen Fondit Monetar apo Bankës Botërore apo Bergjit, Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, dhe pastaj i serviren publikut shqiptar si të dhëna që vijnë këtë punë për fat keq të kulturë e kanë kultivuar vetë politikanët tanë, i serviret si një dhënë e besueshme pikërisht pse e thon ata. Duhet ta kuptojmë ata që na ndjekin që të dhënat publikohen nga Instati me zyrët e tij në përrrethe, nga ministritë e linjës, dhe në fund fare për të kuptuar se në çmas kjo rritje ekonomike ka ndodhur, masi ne po merrem metodologjinë dhe mos bëjmë viktime dhe propagandës. Duhet parë në çmas janë shtuar vende të reja pune, në çmas janë shtuar investime të huaja, në çmënyrë dhe sa efektive kanë qenë huat apo borxhet që qeveria ka marrë në emër dhe për llogaritë taksapaguesve shqiptar, dhe përgjithsisht panorama e përgjithshme e ekonomisë, e cila flet për një ekonomi në situatë krize, që vun njëjtat pasojë si ekonomia e vendeve të rajonit, dhe rritja ekonomike bashkë me dëshirën që është pozitive dhe me urimin që është pozitive, është tepër modeste lidhur me nevojat që ka vendi dhe mundësitë që ka ekonomia. Në fakt, cilat do të ishin në gjykimin tuaj gjithmonë kushtet ideale për të pasur një rritje ekonomike të qëndrueshme në vendin tonë? Krahasimi në këtë rast bëhet sa takon strukturës që ka ekonomia, dhe në njëjtën kohë raporti që ka kjo ekonomi me ekonominë e vendit Bashkimit Evropian. Sa takon strukturës që ka ekonomia shqiptare, është një ekonomi siç tregoi edhe censusi i fundit, është një ekonomi bazuar kryesisht në shërbime. Do thotë që fuqia e saj konkurruese është nivele modeste, vetëm Bosnia ka një situatë më të keqe nga jona, Bosnia dhe Kosova. Dhe në njëjtën kohë ka një strukturë të predominuar nga shërbimet, që do thotë që avantazhet konkurruese dhe krahasuese të kësaj ekonomie për ashtu fuqinë punëtore ende të lirë nuk janë shfaqur, nuk ka të tilla dhe do të ketë për herë më shumë probleme se takon konkurrueshmërisë. Gjithsesi do të thotë që hapja ekonomike me vendet e rajonit dhe Bashkimin Evropian në vend që ta rrisë fuqinë konkurruese të saj, në një farë mënyrë do ta përkeqësojë raportin midis importeve dhe eksporteve në dobi të importeve, që do thotë që ekonomia do vazhdojë të shërbejë si një treg për mallet e prodhuar në vendet fqinje apo në vendet e Bashkimit Evropian dhe pak ose as pak ka fuqi të konkurrojë. Pra ka probleme strukturore, ka probleme të përdorimit të kapitalit human dhe nevojën për të riorientuar, për të influencuar zhvillimet në atë kahje që rrit fuqinë konkurruese të ekonomisë sonë kombëtare. E qartë. Në fakt, do doja të ndaleshim tani në një tjetër çështje e cila është me rëndësi, bëhet fjalë pikërisht për industrinë e ndërtimit në vend. Jo më larg se para një jave ka ndalë pikërisht një deklaratë për median të gjithë ndërtuesit, para drejtuesit e shoqatës së ndërtuesve shqiptar dhe kanë deklaruar për një regres në masën 60% të fuqisë blerëse, pra pikërisht për apartamentet.
Në gjykimin tuaj, cilët janë faktorët që kanë ndikuar në këtë rënje kaq të madhe, le të themi, e cila ka filluar për vitin 2009, edhe simptomat vijojnë edhe në ditët e sotme? Në gjykimin tuaj, arsyet? Rënja e shitjes apartamenteve apo sipërfaqeve të ndërtimit dhe sipërfaqeve të biznesit ka filluar më shpejt se vitin 2009 dhe në thelb ka një mori faktorësh, duke filluar pikëpari me krizën ekonomike botërore, krizën ekonomike të Vendit të Bashkimit Evropian dhe efektet e kësaj krize në ekonominë tonë. Kuptohet që në terma më konkret, paksimi i prurjeve monetare të migracionit ka bërë që një pjesë e tyre dhe vlerësimet të ndryshme flasin për rreth 1/4 e parave që kanë nga migracioni janë investuar në sektorin e ndërtimit dhe paksimi i këtyre parave detyrimisht që ka ndikuar në paksimin e kërkesës konsumatore, pra të blerësve, për rrjedhoi edhe në përkeqimin e statusit të firmave të ndërtimit këtu. Faktori i dytë më që ka të bëjë me saturimin e tregut. Dihet që censusi i fundit provon që afërsisht 1/3 e familjeve shqiptare që jetojnë në Tiranë, kryesisht në Tiranë, 1/3 e familjeve shqiptare kanë një apartament të dytë, çka do thotë që dikush interpreton si fuqizim ekonomik dhe është fuqizim ekonomik, investimi në sektorin e ndërtimit, lulëzimi që ka pas ky sektor për një periudhë rreth 15 vjeçare nga 22 vjet që ka tranzicioni sot, kuptohet që ka saturuar tregun, ka ngopur tregun, çka do thotë që ishte e pritshme edhe në kushtet sikur të mos ndodhte kriza ekonomike botërore, të kishte një rënje të kërkesës për sa takon sipërfaqet banimit dhe sipërfaqet biznesit. Dobësitë që ka shfaqur pushteti vendor posaçërisht, por edhe pushteti qendror në vjeljen e taksës mbi pasurinë e patundshme, nuk kanë nxitur sa duhet që këta investitorë të shohin mundësitë të tjera dhe në fund fare të pranojnë edhe rregullshmërinë që ka ekonomia e tregut. Nuk ka vetëm linje kompanish, fitim marramendës, rënje pas fitimit e tjera si këto, ka dhe falimentim, ka dhe do të pranojmë atë rregullshmëri, lishmëri që ka ekonomia e tregut në çdo vend të botës. E qartë. Ndalemi në një tjetër çështje e cila është e rëndësishme, është shqetësuese për konsumatorin shqiptar. Bëhet fjalë pikërisht për tregun e hidrokarbureve, për tregun e karburanteve. Të gjithë jemi koshient në fakt që ka psuar një rritje të menjëhershme, le të themi, pikërisht çmimi i arit të zi, çmimi i naftës ka shkuar në 2000 lekë të vjetra për litër. Nuk e di si e shikoni ju tregun e karburanteve në vend, pse ka gjithmonë një rritje, pra brenda një kohe të shkurtër, le të themi prej 6 muajsh, është rritur 2 apo 3 herë. Natyrisht, ka shifra të ndryshme dhe petohem ju se takon fakti që ka një rritje të përgjithshme të çmimit të karburanteve. Mendoj se në këtë çmim reflektojnë njëkohësisht elementë që kanë të bëjnë me zhvillimin e bursave ndërkombëtare, reflektojnë faktin që për fat keq Shqipëria është nga vendet e vetme në botë që importon gjithë sasinë e karburanteve që konsumon dhe eksporton gjithë sasinë e karburanteve bruto që prodhon. Nga ana tjetër do të pranojmë që ky është një treg i parregulluar ose i rregulluar keq, ku pleksja midis tregtimit me shumicë, tregtimit me pakicë dhe elementeve të tjerë, duke përfshirë dhe ato evazionist dhe korruptiv, ka bërë që barra e këtyre mekanizmave, kësaj papërsosmërie të tregut dhe fuqisë dobët kontrolluese të enteve shtetërore që kanë për detyrë të mikëqyrin konkurrencën në treg, ka bërë që gjithë kjo barë të mbartet te konsumatori përfundimtar. Atëherë ndalemi në një tjetër çështje e cila është po aq me rëndësi në fakt është shumë diskutuar së fundmi dhe në Komisionin e Ekonomisë. Bëhet fjalë pikërisht për skemën e pensioneve në Shqipëri. Është kërkuar së fundmi, le të themi edhe nga Banka Botërore, pikërisht ka kërkuar Ministrisë Financave që një mënyrë pra për të shëndoshur sistemin e pensioneve në Shqipëri është rritja e moshës së daljes në pension. Në fakt, në gjykimin tuaj, a mendoni se kjo është një kërkesë e drejtë dhe e përshtatshme për Shqipërinë në këtë periudhë ku ndodhemi? Dhe së dyti, mendoni se është instrumenti i vetëm që do të sjellë, le të themi, shëndoshjen e sistemit të pensioneve duke pas parasysh edhe pershore midis kontributeve dhe përfituesve normalisht? Po thuaj se 200 vjet më parë kur është prezantuar skema e pensioneve, jeta mesatare e njerëzve ka qenë diku 45 vjeç, dhe ata që ishin në 50 përfitonin një mbështetje nga shteti që të mund të kishin kushtet minimale për të jetuar. Ndërkaq në kushtet e Shqipërisë, tranzicioni që ka kaluar vendi këto 2 dekadat e fundit ka bërë që të kemi një raport të zhdrejtë midis kontribuesve dhe përfituesve. Në vitin 1991
Ky raport ka qenë 3 prej 7 individ në marrëdhënie pune kishin për detyrë të mbanin mbi shpatulla një person të pensionuar, pra në pension, që përfitonte prej tyre. Në kushtet e sotme, ky raport është barazuar, është 1-1, bile ka qenë dhe më keq, ka pas më pak kontribues dhe më shumë përfitues. Çka do thotë që ekonomia shqiptare vazhdon të ketë një shkallë të lartë të evazionit fiskal sa takon evazionit sigurimeve shoqërore, dhe për rrjedhoj kjo agjencia shtetërore që trajton sigurimet shoqërore të mos disponoj fond të mjaftueshëm për të ndërtuar raporte që duhen midis brezave. Natyrisht, ky nuk është problem vetëm i Shqipërisë, është gjithë vendeve që kanë kaluar periudhën e tranzicionit, por nga shkalla e funksionimit të administratës fiskale dhe shkalla e grumbullimit të kontributeve të sigurimet shoqërore, varet dhe mundësitë që ka skema për të kontribuar tek personat që janë në pension. Duhet pranojmë gjithashtu që ka një tendencë të plakjes popullsisë dhe një pjesë të mirë të popullsisë të moshë punë, e cila vazhdon të punojë jashtë vendit, dhe është 1/4 e të gjithë popullsisë, por mund të jetë diku 30% e popullsisë së aftë për punë, e cila kontribon jashtë vendit, për fat keq edhe në pamundësi për të vjel kontributet e saj. Për rrjedhoj, skema ndodhet në investisi financiare, që do thotë që një pjesë e konsiderueshme e të ardhurave vjetore të buxhetit të shtetit destinohen për të kompensuar pamundësinë e skemës për të funksionuar si e tillë. Natyrisht, nga ekspertë të huaj dhe vënës janë hedhur ide të ndryshme. Pranohet gjerësisht që skema ekzistuese, sistemi pay as you go, do thotë që paguajnë vacime me të ardhurat tua, të mund të ruhet dhe në periudhat që vijnë, pra të ruhet skema shtetërore si skemë bazë minimale, kafshata, për ata që janë në moshën e pensionit. Njëkohësisht të inkurajohen skemat alternative si detyrueshme ashtu dhe vullnetare. Të detyrueshme është fjala që një pjesë e parave që grumbullohen nga skema ekzistuese të mund të menaxhohen nga fonde private pensione, por që kërkon një monitorim të rreptë nga ana e institucioneve bankare që mbikëqyrin, mbasi mbikëqyrja e këtyre do institucioneve financiare jo bankare, fondet private të pensioneve, merr rëndësi të madhe për menaxhimin e fondeve dhe gjenerimin e burimeve shtesë për të kompensuar në zbutjen e vështirësive që ka skema. Ashtu sikurse për shqiptarët kjo? Të merret kjo mas? Në kushtet kur nuk ka alternativa tjera, destinimi një pjesë e fondesh nga skema detyrueshme për të menaxhuar në mënyrë private, mendohet a priori se mund të kontribuojë në gjenerimin e burimeve shtesë për skemën. Ashtu sikurse nxitja e skemës private të pensioneve përbën një mundësi që njerëzit të mund të mendojnë më shumë për të ardhmen e tyre, të respektojnë raportet midis brezave dhe të njëjtën kohë të pa përjashtuar dhe mundësinë tjetër të zgjatjes së moshës së daljes në pension me gjithë kundërshtitë që ka shpreh. Masi dihet që zgjatja e moshës së daljes në pension do thotë kufizimi i mundësive për punësim për gjeneratat e reja, që është një nga problemet më shqetësuese të gjithë periudhës tranzicionit në ekonominë tonë kombëtare. Në këto kushte, këto janë probleme në diskutim, por tani që është plotësuar 10 vjeçi i zgjatjes parë të moshës së daljes në pension, dhe njëkohësisht skema vazhdon të ketë probleme në kushtet kur mosha mesatare e popullsisë rritet, është e dëshueshme që të shifen gjithë alternativat me një rezultante përmirësimin e statusit financiar të skemës sigurimeve shoqërore, pra të ketë më shumë mjetë në dispozicion, që do thotë cilësi më mirë jetese në kushtet minimale për personat e pensionuar dhe pa të ardhur tjera përveç pensionit. Dakord. Së fundmi në fakt në Komisionin e Ekonomisë është debatuar gjatë pikërisht në lidhje me disa ndryshime që majoranca propozoi në ligjin për akcizat. Me gjithë kundërshtimet që pati nga ana e opozitës, me 73 vota pro, majoranca pikërisht meratoi këto ndryshime. Edhe përpos faktit se edhe biznesi ishte kundër këtyre ndryshimeve. Në fakt, në gjykimin tuaj, a ishin këto masa, këto ndryshime që u bën pikërisht në këtë ligj të drejta, edhe pse hasën kundërshtimin e dy palëve e grupeve të interesit të themi? Ka disa këndvështrime, përsa kohë që qeveria aktivitetin e saj, vendimarrjen e saj, ligjet që prodhon majoranca i bazon në kushtetut, nuk mund të thuhen të drejta apo të padrejta. Problemi është që sa efektive, sa të arsyeshme dhe sa kontribuese mund të jenë për qëllimin ato për cilin ato merren. Unë personalisht jam pesimist dhe vazhdoj ta konsideroj si një element etatizmi, pra të ndërhyrjes shtetërore në ekonomi, vazhdimin e pagimit të TVSH-s në dogan, në një kohë kur
poseduesi i mallit nuk e di nëse do të shitet ose jo, edhe sa do të shitet, pra detyrimi për para pagu, është një mbetje e periudhës kur ekonomia jonë nuk kishte këto mekanizme që ka sot, të shkallë informatizimi, këto kapacitete njerëzore e tjerë, ashtu sikurse qeverinë shoh në një lloj agresioni për të zgjeruar instrumentet që krijojnë mundësi për të rreshur më shumë të ardhurat në buxhet, pa pyetur për pasojat që mund të krijojnë tek proceset e brendshme të firmës, kam parasysh shtimin të referencës e tjerë, paga referencës. Megjithëse thënë që nuk kanë bazë ligjore, të vazhdojnë të jenë, megjithëse thënë që do të hiqen, ato vazhdojnë të jenë, dhe këtë masë e shoh si një vazhdim të një formë të më të moderuar të elementeve të ndërhyrjes në ekonomi dhe që nuk mendoj se është rruga më mirë që të çonte në shtimin e të ardhurave në buxhet. Në fundit, nëse ka evazion, këtë demonstron papërshtatshmërinë e sistemit dhe faktin që databazat e krijuara, harmonizimi i tyre, mundësitë që ka shteti janë më të mëdha nga ato çfarë produkte japin. Do thotë që është nevojshme që të evitohen ato elemente administrativ, burokratik, të cilët rrisin fuqinë ndërhyrëse të individëve, pra arbitraritetin në jetën e bizneseve dhe për pasojë krijojnë një klimë të tensionuar që ndikon negativisht për ekonominë kombëtare në tërësi. Normalisht. Në lidhje me taksën progresive dhe taksën e sheshtë, janë dy taksa të shumë diskutuara në fakt midis dy palëve, majorancës dhe opozitës. Një luftë, le themi, e përjetshme, nëse mund të shprehemi kështu, pikërisht për këto dy taksa. Në fakt, jo për të bërë avokatin në njërës apo të palës tjetër, por në gjykimin tuaj, çfarë roli luajnë këto taksa dhe si duhet të jetë, si duhet vendoset balanca mes tyre, le themi, për çfarë të shërbejnë ato? Unë personalisht do doja ta mbaja veten jashtë debatit. Jo për sa takon efektivisht njërës forma apo tjetrës, por për faktin që loja bëhet nga këndvështrimi politike dhe askush nuk shkon në përmbajtje të saj. Me këtë do të them që qoftë taksa progresive, qoftë ajo e sheshtë, janë funksionale dhe përmbushin funksionin e tyre. Do thotë krijojnë mundësi që shteti të grumullojë të ardhura që vijnë nga aktiviteti i biznesit, mbi fitimin dhe mbi të ardhurat e tjera, me synim që të përmbush detyrimet e veta kundrejt qytetarëve, pra arsim, shëndetësi, rend, mbrojtje, diplomaci e tjerë. Nga ana tjetër, do të pranojmë që asnjë formë, asnjë model nuk është i përsosur dhe zgjidh gjitha problemet që ka vendi. Nga ana tjetër, do të pranojmë gjithashtu që sistemi i sotëm ka fituar qëndrueshmëri dhe shfaqëllojë ndërhyrjen të mbartet me një kosto, e cila nuk mund të mos ndikojë negativisht në volumin e të ardhurave që grumullon buxheti i shtetit dhe në cilësinë apo në probleme tjera. Domethënë, në qoftë se sistemi fiskal synon të grumullojë të ardhurën në buxhetin e shtetit, synon të kryejë rishpërndarje, synon të stimulojë sektor të ndryshëm të ekonomisë e tjerë, ka më shumë përparësi tatimi progresiv, taksa progresive. Ndërkaq, taksa sheshtë krijon mundësi për më pak evazion, krijon mundësi për më shumë konkurrencë dhe a priori është thënë, gjë që nuk është provuar akoma në rastin e Shqipërisë, që të lësh më shumë para në xhepet e klasës mesme apo të pasur, do thotë që ta kanë mundësi që të çelin më shumë vende pune. Në fakt tek ne janë shtu shpenzimet e luksit dhe nuk kam pa që për këtë shkak oligopolet apo kompanitë e mëdha të mund të kenë zgjeruar vërtet aktivitetin e tyre. Pra taksa e sheshtë ka krijuar disa mundësi që të paksohet evazioni, të ketë mundësi më të mira konkurruese, por nuk ka krijuar mundësinë që nuk është provuar që klasa e mesme duke pas më shumë para në dispozicion të mund të çel vende pune të investojë në teknologji e tjera si këto. Në fakt, unë kam konstatuar shtimin e shpenzimeve të luksit, qoftë makina, qoftë në forma tjera të kënaqësive njerëzore dhe në të njëjtën kohë ka probleme me shtesat e ulta të shoqërisë, të cilat do të ishte dyshueshme të përjashtoheshin nga taksimi, ashtu sikurse disa dega apo sektorët e ekonomisë, për shembull telefonia celulare, kompanitë e sigurimeve, bankat e tjerë, fitimi i cilave drejt për drejt ose tërthorazi është rregulluar nga shteti, pra është shteti që u krijon atyre mundësitë për të fituar, të mund taksoheshin ndoshta më shumë ose të mund të uleshin ato norma fitimi që operatorët në fuqi të njëjshme në treg, me fjala, u ka garantuar për më së 10 vjetësh që kur filluan aktivitetin e tyre, shteti, qeveria. Pra, në këtë mënyrë do të krijonte mundësi që ose të mbroheshin konsumatorët duke lënë më shumë lekë në xhepat e tyre, të ardhurat në xhepat e tyre, ose të mund të vinin më shumë të ardhurat në këto biznese për t'i përdorur për nevojat e pastë shoqërore të vendit.
Kështu që në këtë kuptim debati, nëse politizohet dhe trajtohet si taks marksiste, është shterp masi kjo taks përdoret në vendet më klasike të kapitalizmit, ashtu sikur se nuk ekziston në një vend që për shkak se konkurenca dhe norma e fitimit është e zgjidhur, të mund të ketë një taks fikse të sheshtë, e cilë nuk merren në konsiderat nevojën për stimulu sektor të caktuar për të kryer shpërndarje dhe të tjera si këto. Dakor, në fakt do ndalim në një deklaratë pikërisht të zotit Rama, për atë liderit të opozitës, i cili ka artikuluar në një intervjues në fakt për politikat fiskale se ekonomia shqiptare po kërcënohet nga falimenti. Kjo sepse sipas Partisë Socialiste kemi një borxh që kap shifrat 100% të prodhimit të brendshëm. Në fakt, në gjykimin tuaj, ku mendoni se mbështetet kjo deklaratë e opozitës? Unë e kam ndjek nga media dhe nuk kam pat fatin të dëgjoj argumentet e tjera që mund të jenë përdorur në funksion të argumenti. Unë me shifrën zyrtare që njoh borxhi publik sot që flasim është diku te 60%. Nëse duke marrë në konsiderat borxhet e shtetit ndaj firmave për punë të kryera për të papaguara, e tjera si këto, mund të jetë pak më i lartë, por nuk mendoj se është 100%, dhe në njëjtën kohë, edhe sigurt të mërinte borxhi për një arsye ose për një tjetër, në qeverisë të majtë apo në qeverisë të djathtë, të mund të mërinte në nivelin 100%, që nuk është fundi i botës. Problemi është që paratë që merren borxh në emër dhe për llogari të taksapaguesve shqiptar ku shkojnë, në çmas ato përdoren për të çelë vendet pune, për të futur në çakullim ekonomik ato burime që ka ekonomia kombëtare, që ka vendi ynë, çmas ato i kontribojnë një zhvillimi të qëndrueshëm, një lidhje më të mirë të sotmes me të ardhmen, dhe në çmas ato kontribojnë për të përmirësuar mirëqenien e qytetarëve, të njerëzve. Dhe kështu që në këtë kuptim, këto janë deklarata politike dhe synojnë nga njëra anë në vlerësimin tim të nëshkojnë imazhin e cënuar të qeverisë sa takon aftësisë saj për të menaxhuar borxhin dhe financat publike në tërësi, njëkohësisht të mobilizojnë qytetarët për votime të ardhshme. Është një lloj politike që ka kuptim në kushtet e sotme. Dakor, nëse do të marrim gjykimin tuaj personal, por edhe si ekspert i ekonomisë, borxhi i brendshëm e borxhin e jashtëm, realisht si qëndron kjo balancë? Domethënë, është vërtet Shqipëria në rrezik sa i takon borxhit i jashtëm apo jo? Pikërisht do të kuptojmë që unë personalisht ndaj qëndrimin tim nga qëndrimi një numri ekspertësh politik, do të quhet të majorancës, që flasin për një borxh të shëndetshëm dhe të tjera si këto. Nëse është borxh, është një detyrim për cilin brezet e sotëm ato që do të vinë do të përgjigjen me mundin, ndjersën dhe pasuritë që zotërojnë vendi. Pra, borxhi është borxh dhe duhet shlyer. Nga ana tjetër, borxhi është një instrument i rëndësishëm për zhvillim dhe edhe vendet më të fuqishme të botës për të përshpejtuar zhvillimin e tyre, për të kompensuar nevojat të përkohshme financiare apo situata që lidhen me efektet e krizës apo që lidhen me situata natyrore të tjera si këto, marrin para borxh. Dhe marrin borxh brenda vendit përmes emetimit bonave të saj, pra qeveria përmes emetimit bonave të saj kompenson atë pjesë parave e cila nuk vilet nga taksat për shumë arsye, që nga pazotësia mungesa e kapaciteteve njerëzore në vjeljen e taksave deri tek pamundësia e biznesit për të prodhuar as të ardhura nga aktiviteti i tij që mund të shndërrohet një pjesë e tyre në taksa për nevojat e qeverisë. Dhe problemi shqetësues në kushtet e Shqipërisë mendoj është i lidhur me qenien pothuajse në mënyrë të vazhdueshme në situatë parazgjedhore. Do thotë që qeveria detyrohet të tregohet agresive në kryerin disa investimeve që i japin imazh. Personalisht jam dyshues për mbi fjala sa të justifikuara investimet në tunelin e Elbasanit apo në një tjetër, ka nevojë për rrugën, por duhet parë në funksion të potencialeve prodhuese që krijon dhe mundësive për të përshpejtuar zhvillimin ekonomik, jo thjesht mundësive për të lëvizur. Nga ana tjetër, duhet pranuar që borxhi duhet shlyer dhe është e dëshueshme që të ketë një balancë të matshme, publike, transparente, të njohur nga qytetarët, në mënyrë që sakrifica e sotme, marrja borxh, të shërbejë vërtet brezat që vinë, edhe të njëjtën kohë të ketë mundësi ripagimi, shlyerje në periudha që vinë, masi 2 vjet apo 3 vjet kalojnë shumë shpejt edhe dëshoj që Shqipëria të mos vijë një situatë kur gjithë të ardhët vjetore të shkojnë për të shlyer këstet e borxhit dhe interesat përkatëse. Në fundit borxhi gjykohet me çfarë normash interesi merret, për sa kohë merret dhe themelore metet ku shkon, çfarë ndikimi ka tek futja në çarkullim ekonomik në mënyrë eficiente, jo korruptive, të pasurive të vendit, do thotë përshpejtimi i zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të tij. Nga ana tjetër, rreziku i falimentit ekziston për gjitha vendet që marrin borxhe,
vendet me institucione të dobta, me aftësi menaxherale dhe kapacitete njerëzore në menaxhimin e financave publike të limituara, që është edhe rasti i vendit ton, kuptohet që janë të ekspozuara, por mendoj që elita politike e vendit dhe klasa menaxherale e vendit, administrata, do të dinë hap pas hapi të përgjigjen këtyre sfidave dhe të vendosin interesin e vendit mbi interesin e një force politike apo të një viti elektoral. Dakord. Në fakt, referuar edhe vizitës së kryeministrit çek para 2 ditësh, qeveria ka deklaruar se nuk ka borxhe ndaj kompanive, ndaj sipërmarrësve, por me sa duket vizita e kryeministrit çek ka qenë për të shpëtuar Çezin nga falimentimi. Sipas jush, a ka borxh të shteti ndaj sipërmarrësve, ndaj kompanive të energjisë, ndaj pronarëve, ish të përndjekurve? Ka borxhe të ndërsjellta të bizneseve, borxhe ndaj bankave, sepse sipas Partisë Socialiste në fakt pas vitit 2005 borxhi publik është rritur me $3 milion. Jemi përballë kërcënimit të një falimentimi? Si shikoni gjithë panoramë? Pikës pari, do të pranojmë që kompanitë e mëdha publike, siç kanë kontribute në të ardhmet e buxhetit, kanë peshë edhe në borxhe. Në të njëjtën kohë, keq funksionimi i një kompanije, që është për shembull shpërndarja e energjisë, nuk mund të mos mbartet në keq funksionimin e kompanive të tjera të lidhura me të. Në mënyrë më konkrete, kur është privatizuar përpara 4 vjetësh kompania e shpërndarjes së energjisë është bler, është transferuar, nonse në kushtet e një kompanie të vetme pjesëmarrëse dhe me disa favore shumë të mëdha që lidhen me borxhet e periudhave të mëparshme, kur është transferuar te kjo kompani të Çezi, pra, ka pas një plan biznesi që parashikonte të investonte në ekonominë shqiptare diku rreth 400 milion euro gjatë 4 viteve të para, kryesisht për të përmirësuar infrastrukturën, duke filluar me vendosjen e aparateve matëse, ndërtim kabinesh linjash transmetimi dhe rritje të kapaciteteve njerëzore për vjeljen e aktimin e pagesës së energjisë elektrike. Po kështu ka pas për detyrë që humjet teknike dhe jo teknike, do thotë humjet që vinë për shkak të transmetimit, por edhe për shkak të vjedhjeve të një pjesë e mirë shqiptarëve dhe familjeve që nuk paguanin, për arsye nga më të ndryshme, që nga varfëria deri tek spekulimi politik do t'u afalim kur vim pushtet, ka qenë diku 38% dhe ishte parashikuar që të përgjysmohet gjatë 4 viteve të para. Këto janë të dhëna që vinë nga plani i biznesit i kompanisë që ka bërë privatizimin. Ndërkohë, kjo kompani do të luante edhe rolin e agentit fiskal për të grumbulluar një pjesë të ardhrave të aktimeve të pakryera nga kompani dhe biznese, duke mbajtur 10% të saj dhe pjesën tjetër ta drejtë tek arka e keshit. Për fat të keq, mas 3-4 vitesh shohim që kompania ka investuar vetëm disa 10 milion, pra shumë pak nga 400 të parashikuara, dhe rrjeti vazhdon të jetë aq që ka qenë, me ato probleme që ka të bëjë me cënime, dëmtime, mos sigurimi i energjisë, dhe mos sigurimi i energjisë është një dëm i madh për ekonominë kombëtare. Në të njëjtën kohë shohim që humjet teknike, pra dhe vjedhjet, kanë shkuar nga 38% në 35%, pra shumë larg objektivit për të përgjysmuar, për zbritje 19%. Dhe në të njëjtën kohë, kompania ka përdorur të influencën e vet institucionale dhe politike për të rritur çmimin, çka në thelb ka cënuar nivelin e jetesës së një pjesë të mirë të qytetarëve shqiptar. Kështu që unë nuk e shoh vizitën e kryeministit çek të shkëputur nga nevoja për të mbështetur të kompanive, dhe ka pas zëra që kjo kompani ka qenë në prag të falimentimit. Ashtu sikur do të pranojmë që një pjesë kompani shqiptare, siç është Alpetroli, për problemet që lidhen me privatizimin e Armos, vazhdon të jetë një debitor i rëndësishëm me diku 25 apo 30 milion euro ndaj Çezit. Çezi nga ana e tij jepën shifra të ndryshme, por me siguri diku rreth 80 milion euro janë detyrimet që ka ndaj keshit. Natyrisht, kërkush nuk përjashton përdorimin si instrument presioni nga ana e Çezit të influencë politike mbi qeverinë, duke përfshirë vizitën e kryeministit çek, ashtu dhe të parave të papaguara ndaj keshit. Keshi është vënë vështirësi, ka qenë detyruar të marrë borxhe nga ana e tij për të vazhduar investimet në mirëmbajtjen e kaskadës Drinit edhe në rinovimin teknologjik të hidrocentraleve. Në këto kushte, kompanitë e mëdha ndikojnë negativisht pra menaxhimi i keq i tyre dhe situata e keqe financiare e tyre nuk mund mos ndikojë negativisht në ekonominë kombëtare në tërësi. Nga ana tjetër njihet borxhet midis kompanive, duke përfshirë kompanitë të ndërtimit të tjerë,
Dhe kjo situatë është një tregues që ekonomia shqiptare vazhdon të vuajë në mënyrë serioze efektet e krizës ekonomike botërore dhe problemet që lidhen me sistemin fiskal, funksionimin e përgjithsisht të administratës fiskale në vend. Nga ana tjetër, kjo situatë nuk mendoj se është një situatë që çon në falimentim. Në fund duhet të pranojmë që Shqipëria nuk është në krizë sot, dhe kjo nuk është kriza e parë, ne jemi në krizë për 30 vjetësh, dhe kriza më e dukshme është kriza e punësimit. Shqipëria për 30 vjetësh ka një progres jashtëzakonisht të vogël sa takon çelës vendeve të reja të punës, ashtu sikurse janë vrejt inflacionin në fillimin e tranzicionit, në 97 me rënimin ekonomik të rreth 50% GDP-s, firmat piramidale, dhe nga ana tjetër në kushtet e sotme kriza e punësimit vazhdon të mbetet evidente. Kjo do të thotë që nesër mos kemi probleme mbi fjala me ujin e pishëm apo me ndotjen e ambientit. Energjia vetë është një problem që është në rrugën e zgjidhjes, kryesisht për shkak të ndërtimit të linjave të interkoneksionit dhe janë shënuar hapa përpara në këtë drejtim. Mbetet për të parë, domethënë si do të qeveriset dhe në ç'më mënyrë do të gjenden përgjigjet e duhura për këtë sfida të vazhdueshme të ekonomisë shqiptare. Në fundit vazhdojmë të jemi tranzicion, do thotë që s'kemi fituar akoma qëndrueshmërinë e duhur, qoftë në pikpamje të kapacitetit menaxheriale, qoftë në pikpamje të skemave qeverisë që mundsojnë një mirëpërdorim të burimeve në dispozicion dhe njëkohësisht për shpejtim të zhvillimit ekonomik dhe të integrimit evropian të tij. Dakor. Ndalemi në një pikë të fundit të bisedës tonë, e cila ka të bëjë me depozitat e shqiptarëve. Në fakt, disa të dhëna të ditëve të fundit, të dala pikërisht nga Banka e Shqipërisë, flasin për një rritje të nivelit të depozitave, pra të kursimeve të shqiptarëve, pikërisht në monedhën vendase. Po heqin dorë, le të themi, për shkak pra rezultati krizës në eurozonë, pra apo i konvertojnë, le të themi, kursimet e tyre nga euro në lek. Në fakt, është ky një veprim i mirë menduar, le të themi, dhe si shikoni ju këtë pjesë, pra pikërisht për monedhën, si do të ruajmë ne shqiptarët pikërisht para tona, në lek, në euro? Rritja e kursimeve monetare të popullatës është një tregues që ekonomia shqiptare ka aftësi absorbuese të kufizuar për investime. Masi njerëzit i çojnë në bankë, edhe pse besojnë tek institucionet, tek banka, tek mbrojtja që garanton banka, tek mbrojtja që garanton shteti sa takon depozitave, i çojnë sepse nuk kanë mundësi të shndrojnë kapital, të investojnë përmes cilëve mund të gjenerojnë vende pune apo të investojnë në teknologji e tjera si këto, pra të prodhonin shërbime, sepse nuk ka blerës, janë të kufizuar konsumatorët, investojnë në të njëjtën kohë sepse shpresojnë që janë më të mbrojtur sa takon asaj norme modeste të ardhurës që sjellin. Ndërkohë, është vështirë të japësh një recetë se cila është mënyra më e mirë apo rruga më e mirë. Në pikpamje të ekonomisë në tërësi, pavarësisht nga mbajtja e kursimeve monetare të familjes apo llogarisë biznesit në një monedhë të caktuar, për shkak të ndërvarësisë që kanë monedhat dhe jemi pjesë të njëjtës ekonomi, bile jemi pjesë të ekonomisë globale, detyrimisht që në çfarëdo lloj forme që të mbahen i ekspozuar. Në të njëjtën kohë është e dëshueshme që njerëzit të blejnë. Unë do të këshill do kisha, domethënë që të blejnë prodhime të vendit, masi dihet që duke bler prodhime vendit stimulohet ekonomia kombëtare dhe njëkohësisht krijohen kushte për të zënë me punë punëtorin shqiptar dhe të ardhurët që vinë, fitimi që krijohet, pjesërisht shkon për bizneset shqiptare që vazhdojnë të jenë këtu, njëkohësisht shton të ardhurët në buxhetin e shtetit në formën e taksave. Nga ana tjetër, një recetë tjetër që mendoj se vlen është që do të ishte dëshueshme që mbi fjala kur njerëzit marrin një kredi bankare ta marrin atë monedhë në cilën zhvillojnë aktivitetin e tyre. Nëse kanë marrëdhënie tregtie me jashtë, mbi fjala ta marrin në euro, por nëse kanë aktivitet me lekë shqiptare, pra operojnë në tregun vendas në një segment caktuar të tij, do të ishte dëshueshme që të mund të merrnin huan në monedhë kombëtare, pra në lekë shqiptare. Masi dihet që efektet e zhvlerësimit të kursit tek kredit mbarten pothuajse të gjitha për shkak edhe të situatës oligopolistike apo spekullimit që kryen bankat tregtare në dëm të klientëve të tyre, mbarten të gjithë efektet e zhvlerësimit të monedhës mbarten tek përdoruesi fundor, tek qytetari huamarrës. Kështu që në këto kushte nuk mund të japësh një recetë. E dëshueshme është që sa më të pasur të jenë qytetarët shqiptarë, sa më shumë të ardhur të çojnë ata në familjet e tyre, aq më fort, aq më shëndosh bëhet ekonomia kombëtare dhe aq më konkurruese bëhet ajo në periudhat që vijnë. Zoti Preçi, ju falenderoj për intervistën, ishte vërtet kënaqësi të kishim në hapësirën Aktualitet. Ju falenderoj gjithashtu.